Zbulimet e fundit nga hetimet e SPAK-ut për tenderat në Agjencinë Kombëtare të Shoqërisë së Informacionit kanë ngritur alarmin për sigurinë kombëtare, sipas kryedemokratit Sali Berisha. Në një konferencë për media, Berisha deklaroi se të dhënat e shqiptarëve mund të jenë tani në duart e grupeve kriminale. Siguria kombëtare e Shqipërisë është siguri kombëtare në sistemin e Aleancës Atlantikut Veriu. Të gjitha dhënat janë eksportuar nga të gjithë sistemet e IT-s në Shqipëri, nga Famziu, Ermal Beqiri, Ergyes Agasi, Mirlinda Kaçanaj. Kjo përbën ngjarjen më të rëndë në rrafshin e sigurisë kombëtare dhe të historisë shtetit shqiptar. Sot, kartelet e drogës, armiqtë e Shqipërisë që i kontrollojnë, që punojnë me to, disponojnë çdo të dhënë. Berisha theksoi se një ministër nuk mund të përfshihet në korrupsion pa dijenin dhe urdhrin e kryeministrit Edi Rama, për cilën kërkoi dorëheqje të menjëhershme. Lubia ka qenë thjesht një shërbëtor e tij, ka vjedh, nuk them që s'ka vjedh, po ka zbatuar urdhrat e tij ama. Janë urdhrat, janë aty, janë të gjitha ndosë urdhrat e Edi Ramës. Kryedemokrati njoftoi gjithashtu se këto abuzime janë arsye të forta për protestuar në 22 dhjetor dhe bëri të ditur se vendimi për organizimin e protestës u mor gjatë një takimi të zhvilluar këtë të premte me aleatët e PD-s. Por ka revolta paqësore, të cilat kanë oscilacionet e tyre. Takimi me partitë aleate erdhi vetëm disa ditë para protestës, ku Berisha kërkoi koordinim dhe mobilizim maksimal të strukturave të opozitës. Ai theksoi se kjo do të jetë një protestë që nuk do të ndalet deri në dorëheqjen dhe rrëzimin e qeverisë Rama.